Loredana Azefi ka bërë deklarata të forta duke folur për marrëdhënien me ish-partnerin e saj, Reperit Mozik. Në një podcast ku ka qenë ftuar, artistja u shpreh se ka dëruar shumë për hir të fëmijëve, duke theksuar se prioriteti i saj mbetet mirëqenia e vajzës. Në deklaratën e saj, Loredana u shpreh se ka toleruar situata të vështira për shkak të dobësisë që ka për vajzën e saj. Unë e kam dëruar shumë, e kam dëruar maksimalisht për shkak të pikës time të dobët, vajzës. Më bëj do mua, por jo vajzës, u shpreh reperja. Loredana shkoi dhe më tej me deklaratat e saj duke ngritur akuza se për interesa personale apo për famë mund të lihen me një anë dhe përgjegjësitë ndaj vajzës. Sipas saj, urrejtja e Mozik ndaj saj mund të jetë aq e madhe sa të ndikojë dhe në raportin me fëmijën, duke shtuar se një sjellje e tillë është e papranueshme për të. Unë e kam dëruar shumë, e kam dëruar maksimalisht, e kam dëruar shumë, për shkak të pikës time të dobët, vajzës. Më bëj do mua, por jo vajzës. Ndoshta mua më rren kaq shumë, sa nuk do që të më shoh syt. Ka mundësi dhe ajo, por është okej. Për famë edhe personalitetin e vet është në gjendje të harroj vajzën, tha Loredana ndër të tjera, drejtuar Reperit Mozik. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.